Vau Dejës, ku zhvilloi takimin e radhës elektoral, kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi hodhi akuza të forta ndaj kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci. Doshi tha se socialdemokratët në këtë çark kanë të sigurt 3 mandate. I marrim Shkodër 3 mandate sepse vetë socialistat janë mërzit me mënyrën e qeverisjes. Ne kena i kryetar bashkiet në Shkodër, i cili ishte ankull dhe të kryeministri si këshilli bashkiak nuk i kishte kalu plazhet, hapësinat publike, po ja kompania është e gruz vetë, dhe ja ka vu emrin Bio Strajca. Të shemrapën ju me i thirë Benet Strajca. Benet Strajca ke vjell boll, nuk të beson ma Shkodra. Nuk nikon ma presioni jot kundër votuesve Partisë Socialdemokrate. Edhe socialistat janë ba me mu. Ne në Shkodër kena prap zgjedhjet para koshme në bashki. Pa ne nuk do t'ja lam bashkin Sali Berisht. Bashkin do t'a ketë prap Partia Socialiste, po jo me njerëz korruptum si Beneti. Pa Partinë Socialdemokrate nuk fitohet as Vadajsi, as Malësia Madhe, as Shkodra. Kreu i Partisë Socialdemokrate tregon se Benet Beci është filmuar teksa diskuton shitblerjen e votës me kandidatët e tjerë socialist dhe i bën thirrje SPAK të hetojë këtë krim zgjedhor. Drejtori i Spitalit Shkodrës kërkojnë punojësve jo X, i thot, po këtë do ta mesh plus. Dhe këtu e dim na që ke votu PS. O të mirë, si menoni se i bani presion popullit Shkodrës, mas me mbotu mu. Unë të pruna në atë bashki, marë hajdut. Mas zjedhëve do të shkosh në burg. Benet Strajca i dit, kishte mlell krerët e bashkive dhe kandidatëve për deputet, dhe e kanë filmu Benetin. Jo thot, po bleni votat e socialistave, kjo është krim zgjedhor. Dhe këtë do t'ja dozojmë SPAK-ut. Deputeti i Partisë Socialiste Frokgjini i thot, o Benet, ka ardhë që më sterka me ble votat të djaljar shtem, thot më. Qa shke punë me, qa shtu ba kështu? Kështu do të me i marrë ta mandatet. Ju bajthire socialistave dhe demokratëve të votojnë Partinë Social-Demokrate. Ne jena mbështetës Partisë Socialiste. Por nuk mbështesim ministrat e korruptum që do të shkojnë në burg prap nesër. Vetë kryeministri dhe kryetari i tyre ka thënë unë nuk jam avokat i atyre që bëjnë korrupsion. Dhe ne për këtë po flasim. Pa ne nuk ka majorancë. Ti bëjnë llogaritë si don Partia Socialiste. Se me Sali Berishën s'kena lidhje në. Para qytetarëve të Vau të Dejës, Doshi tha se Partia Socialdemokrate është e vetmi alternativë për shqiptarët pasi ka një program të qartë për shtresat në nevojë.